Në ka nderuar kryetarja e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, zonja Elisa Spiropali, të cilën e ftoj për një fjalë rasti. Shumë i nderuar e shumë i dashur Hashim, që na mungon në këtë përcjellje të babait tënd, sepse padrejtësitë politike e kombëtare të burgosjes tënde e luftarëve të tjerë, sot ju shtua edhe një padrejtësi njerëzore e morale. Të dashur familjar e të afërm të atdhetarit Haxhi Thaçi, të dashur motra dhe vëllezër. Haxhi Thaçi, ky burr i shtrirë përpara nesh dhe për cilin morëm të gjithë rrugën për këtu në Skënderaj, është shembulli se si njeri i thjesht mund të bëhet një atdhetar i madh. Kjo është e mundur kur urtësia, njerëzillëku, ndershmëria, lidhjet e forta me njerëzit dhe përkushtimi i përditshëm i një burri që duket i zakonshëm, shumë fishohen, ndriçojnë dhe frymëzojnë për kushtimin dhe sakrificat për atë dheun, për kombin, për njerëzit. Por Haxhi Thaçi ishte më shumë se kaq. Përkujdesja prindërore, edukata patriotike, devocioni i këtij plaku që udhëhoq gjithë jetën nga fryma e së drejtës dhe frymëzimi prej lirisë, i dhan Kosovës një komandant e një luftëtar, një udhëheqës vizionar, kryeministrin e parë dhe presidentin e pavarur të Kosovës. Prandaj, Haxhi Thaçi ishte, jeton dhe do të jetojë në birin dhe shëmbulltyrën e vet, Hashim Thaçin dhe në pasardhësit e tij. Faleminderit burrit dhe patriotit Haxhi Thaçi që na dha Hashim Haxhi Thaçin, udhëheqësin politik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, lufta e së cilës me mbështetjen e popullit vet, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s e ka bërë Kosovën prej 26 vitesh një shtet të lirë dhe prej 17 vitesh një shtet të pavarur. Nuk i bën nder askujt, përveç armiqve të lirisë, fakti që Hashim Thaçi dhe udhëheqësit kryesor të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë sot në 7 penxheret në Hag, si viktima të një drejtësie që po bëhet për herë e më tepër një iluzion dhe për ditë e më tepër po shkallmon vlerat, parimet dhe standardet ndërkombëtare të drejtësisë dhe injoron e marginalizon institucionet sovrane të shtetit lirë e sovran të Kosovës. Dhe që amoralitetit dhe falsitetit të vet i vuri vulën me ndalimin e të burgosurit padrejtësisht dhe kundra ligjërisht Hashim Thaçit për t'i dhënë lamtumirën babait vet. Baca Haxhi, në vend Hashimit kemi ardhur të përcjellim ne të gjithë, nga Shqipëria dhe nga gjithë Shqiptaria. Të qoftë i lehtë dheu i Burojës, dheu i Skënderajt, dheu i Kosovës. Të kam sjell edhe një dorë nga dheu i Shqipërisë. Lamtumir atit të atit pavarësisë Kosovës. Sot me ne në këtë akademi po merr pjesë edhe një grua tjetër e nderuar dhe fantastike.